Pak më herët në kryesinë e kuvendit u marrë vendim që nesër në ora 10 të mbahet seancë e jashtëzakonshme për rastin e Astrid Deharit me kërkesën e PDK-s dhe me 40 nënshkrime të mbledhura nga deputetët e PDK-s LDK-s. Ndërkohë, në kuvend nuk është proceduar dhe nuk është protokolluar asnjë kërkesë zyrtare, asnjë nënshkrim për të cilën tashmë u mor vendim në kryesi. Pra kjo është krejtësisht në kundërshtim me rregullorin e kuvendit, që të mirët vendim për diçka e cila nuk ka as material, nuk janë të deponuara nënshkrimet e nuk është të deponuar as kërkesa për të cilën këtu pak më herët u mor vendim. Tashmë po thuhet se janë ndërkohë duke mbledh, duke përkthyer materialet në gjuhën serbe kutadion. Mirë po, kjo është jashtë rregullores së kuvendit dhe është një hipokrizi që këta njerëz të cilët janë përgjegjës për vdekjen e Astridit, pas një muaji e gjys të iniciojnë mbajtjen e seancës të jashtëzakonshme me nënshkrimet e PDK-s dhe LDK-s. Ju e dini se si është bërë presion mbi deputetët, kur ne i patëm siguruar nënshkrimet që ta mbanim këtë seancë shumë më herët. Mlanit të kësaj se ka qenë një nga mbledhjet ndoshta më të rënda, cilën unë si kryetari e Kuvendit të Republikës Kosovës e ku majtër gjatë tërë mandatit tim. Më janë keq vërtet për një situatë që nga fillimi kemi një proces tepër të ngarkuar emocionalisht, për arsye se kemi një tragjedi, po në njëjtën kohë po vrehet shumë edhe një tendencë e haptë e manipulimit politik me rastin që nga akuza drejt për drejt tani më bë në vendin tonë është krijuar si lloj rregulli që të flitet nganjëherë edhe pa përgjegjshëm edhe parë mos merret përgjegjësi mbi ato që thuan. Unë kam premtuar publikisht se do të kemi një seancë të jashtëzakonshme. Ju e dini, seanca e jashtëzakonshme për rastin e Deharit do duhet mbaj me datën 14 dhjetor. Kolegët e mi, deputet, përkatësisht në kryetarja e Kuvendit si përfaqësues e lëvizjes vendvendosje, ka kërkuar që adet mos procedohet në seancë të jashtëzakonshme. Derisa kur erdhën më sot me 40 nënshkrime të kuvendit, deputetët të Kuvendit të Republikës Kosovë, kemi pasur një reagim e cilin nuk i ka hije institucionit Kuvendit të Republikës Kosovës. Më janë shumë keq si po dalim kaq shumë për çam edhe më duket e kam kriju bindjen dikush për luftë për pushtet nuk nalet, me ndodh edhe tragjedi shumë të rënda edhe me dëshirë që i fërkojnë durët, me ndodh gjëra të tilla në vendin tonë. I kanë mbledh 40 nënshkrime koalicioni qeverisës dhe e kanë përmbush rregulloren e kuvendit. Por ajo që vlen të theksohet është se është injoruar peticioni i qytetarëve, por sipas kërkesës tonë që të debatohet për këtë në bazë të kërkesës së peticionit qytetarëve, është thënë që ata nuk ju kanë drejtuar kryesisë kuvendit, por ju kanë drejtuar komisionin përkatës që të debatohet në komision. Dhe kjo nuk i përmbush rregulloren e kuvendit, mirë po ne me që është bën politik gjithandej që është më të ardhur keq për rastin Dehari, ne kemi menduar si aleancë që mos të procedohet as 40 nënshkrime të koalicionit qeverisë, mirë po as kërkesa e vetëvendosjes, por të procedohet në mënyrë të rregullt peticioni i qytetarëve që mos të injorohet. Mirë po edhe kjo nuk ka si mirë kuptim, por u vendos që në bazë të 40 nënshkrimeve të thirret seancë e jashtëzakonshme. Merci.